Zbardhet skema kriminale mashtrimit të qindra qytetarëve europian përmes call centerave nga Tirana. Organi hetues njoftoi mënyrën se si bëi organizimi dhe ndarje detyrave, si edhe skemën përmes të cilës fshiheshin këto aktivitete. Çdo grup përbëhej nga 6 deri në 8 agent dhe mbikëqyrej nga drejtuesi që i monitoronte. Personat që zotëronin gjuhën italiane, telefononin qytetarët italian ku i ofronin shërbimin e rikuperimit të parave, të cilat i kanë humbur në investime të mëparshme në trading online, dhe në rast se personat ishin të interesuar, i udhëzonin më pas të hapnin një llogari në Coinbase me depozitim fillestar 500 euro. Detyra e operatorëve ishte vetëm të bindnin klientët për të bërë pagesën fillestare prej 500 eurosh, dhe paga mujore e tyre ka qenë rreth 800 euro, të cilën një pjesë e merrnin në dorë dhe pjesën tjetër në bank. Secili prej punonjësve kishte username dhe vepronin me pseudonime. Personat e mësipër ndyshohet se kanë nxitur qytetarët e dëmtuar nëpërmjet paraqitjes së rrethanave të reme për të besuar se shumat e transferuara do të investoheshin realisht. Të dëmtuarit, për shkak të mashtrimit, kanë transferuar shuma të konsiderueshme parash, të cilat në total vlerësohet se te i kalojnë shumën prej 50 milion eurosh. Nga këto thuhet në dosjen hetimore që disponon Syri Televizion, 8 milion euro të përfituar në mënyrë të palishme u konvertuan në kriptomoneda. Niveli i organizimit ishte i lartë me ndarje të qartë të detyrave dhe kontroll hierarkik, duke i ngjarë strukturave të bizneseve legjitime. Mashtrimet janë bërë kryesisht ndaj qytetarëve austriak gjatë periudhës 15 qershor 2023 deri më 30 korrik 2024. Në vendimin e gjykatës pasqyrohet se reklamat me personazhe të njohura ishin kryesisht pika e kontakteve të viktimave me aktivitetin. Prokuroria identifikoi se shtetasit Teddy Agastra dhe Matteo Hoxha gjatë vitit 2024 kanë marrë vlera të konsiderueshme në adresa kripto dhe më pas i kanë transferuar në adresa të tjera kripto. Sipas informacionit të përcjell nga autoritetet austriake përmes oficerit të kontaktit më 14 i pari 2023, rjeti call centerave që po hetohet kishte lidhje me 2 shtetas, të cilët dyshohet se kanë qenë përfitues fundor të kriptovalutave të përfituara nga kjo skem. Sipas këtij informacioni, bëhet fjalë për shtetasin Matteo Hoxha, i cili dyshohet se ka përfituar në total $3.217.957 dhe shtetasin Teddy Agastra, i cili dyshohet se ka përfituar $4.811.154. Shoqëri tregtare përmes të cilave kamufloi ky aktivitet kriminal ishin subjektet Jota Network, Victory Communication, Espiron Studio, Zeta Studio, Upstream Creative dhe Copa Network. Ato rezultojnë të lidhura me njëra tjetrën si nga numri i telefonit i lënë në QKB, adresat e emailit dhe adresat e ushtrimit të aktiviteteve, dhe në pjesë më të madhe dyshohet se janë fiktive dhe kanë operuar si call centera. Gjatë kontrolleve në subjektet e mësipërme u sekuestruan 891.735 euro, 443 kompjuter, 238 telefona celular, 6 laptop, HDD, DVR. Këtë të ejtë gjykata e Tiranës ka konfirmuar masat e sigurisë për 5 nga 10 të akuzuarit për aktivitetin kriminal të call centerave në Tiranë. Masa arrest në burgu la në fuqi për Eduard Dalla, Matteo Hoxha, Teddy Agastra, Joel McCauley, ndërsa ndalimi jashtë vendit për Aida Vogli. 5 të akuzuarit e tjerë që arrestuan në flagrancë pritet të dalin para tokave të zeza për të njohur me masën të premten, bashkë me ta edhe Ledion Cenaj, që ka mas detyrim paraqitje dhe ndalim të daljes jashtë vendit, përkatësisht Christian Buda, Bernard Biba, Klejt Dyrma, Ema Taip, Enohana, Ledion Cenaj. Në sallën e gjyqit disa prej të akuzuarve deklaruan se nuk kanë lidhje me aktivitetin, ndërsa nëpërmjet avokatëve kërkuan masë më të butë. Ky operacion u iniciua 2 vite më parë nga autoritetet austriake që erdhën edhe në Tiranë gjatë veprimeve hetimore, ndërsa u përfshin Europol dhe Eurojust.